Çfarë të Po pengon? ç'do më të vlerë? Po të që mos bëj pusi lozonjare, çfarë të pengon? Më pengon që... Mos shif Gimon, çfarë të pengon? Çfarë të pengon? Gimo! Ti e ke bërë të mbisete Ja, këto? shani zot jo. Sinqerisht po të dy s'kam pyet asnjëherë. Më pengon Unë atë, kështu fol me ta, unë kështu fol me ta. Çfarë pengon pra? Pengon e parë njërë se... Çfarë pengon? Mjetur. Ama Çfarë pengon? më të tash çfarë pengon? E parë pengon vetë vendi ku jemi, një. Pse? Po më pengon tash më vjen zorë more ti. Unë kam gjërat jetën time private e kam private. Kur këtu kanë ndodhur 100, 1000, 10000 parajgjykime. Po. Që supozohet nuk ekzistojnë fare dhe ti e gjyku për këto gjëra që nuk ekzistojnë dhe që janë shumë gjëra të pista dhe të poshtra, pse t'intereson të gjykimi që mund bëhet nga një relat normale midis dy të rinjve që e pëlqen njëri tjetrit? S'ka lidhje, thjesht unë kam thënë që nuk ka lidhje që e kam të paragjykimit, thjesht unë kam thënë që do vinë në mënyrë organike nga të dyja palët. Unë e shoh shumë organike. E shef ti? Shumë. Po rregull pra, ç'do? Po ç'a të pengon? Po s'm pengon gjë më. Jo, të pengon. Jo, të pengon edhe po, që s'pengon që kesh. Si, Gimbo, ti mos fol se ç'm pengon, unë ta kam thënë të darka, Gimbo e din ç'm pengon. Kaq. Unë kam pas pak merak pjesën e familjes, e një, e dyta kam thënë që këtu brenda. Përvimin ta va babi. Po mirë, ajo Që kur e fut Gimbo në fjali. Okej, ajo është edhe ndoshta edhe një respekt për mënyrën se si Gimbo është sjell me mua. Po pra, po Gimbo